Një incident i pazakon ndodhi mëngjesin e së njëjtës, kur disa pjesëtar të forcës së sigurisë së Kosovës, duke udhëtuar gabimisht nga sistemi GPS, hynë në veri të vendit rreth orës 10:30 në qytetin e Mitrovicës së Veriut. Policia e Kosovës i vëzhgoi ato nga distanca, ndërhyrje për të siguruar situatën dhe më pas i shoqëroi për të dalë nga zona përmes rrugës më të shpejtë dhe të sigurt. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, shpjegoi se pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës humbën rrugën dhe navigacioni GPS-it i çoi gabimisht në veri, duke e cilësuar incidentin si të paqëllimshëm. Ky incident shkaktoi reagime të menjëhershme nga autoritetet serbe. Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë quajti hyrjen e FSK-s një shkelje të drejtpërdrejtë të garancive të forta të NATO-s dhe kërkoi ndërhyrjen e komunitetit ndërkombëtar. Lista serbe tha se incidenti ka shkaktuar shqetësim mes popullatës serbe dhe ritensioni në veri, duke kërkuar një pranim më të madhe të KFOR-it për të garantuar stabilitetin. Autoritetet shqiptare të Kosovës dhe NATO-s kanë bërë me dije se prania e FSK-s në veri është e mundur vetëm me pëlqimin e KFOR-it, sipas marrëveshjes së vitit 2013 midis qeverisë së Kosovës dhe NATO-s.